Mjeku çudit botën. Djathi çdo ditë trajton këto 4 sëmundje. Ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Djathi është ndër produktet më të preferuar të shqiptarëve që konsumohet masivisht. Këtë e thotë një analizë e 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit kundër problemeve të zemrës. Të dhënat tregojnë se rreth 30% e qumshtit të prodhuar në Shqipëri përdoret për prodhimin e përmbi 13.000 tonë djath. Duke qenë se shumica e blegtorëve akoma punojnë në tregje informale, niveli vërtet i prodhimit në vendin tonë mund të jetë më shumë se 34.000 tonë, ose gati 12 kg djath për frymë në vit. Djathi përmban disa ushqyes të rëndësishëm për shëndetin siç janë kalcium, zink dhe vitaminën A dhe vitaminën B12. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Djathi është i pasur me yndyrna të ngopura, ndaj deri më sot besoi se rriste nivelin e kolesterolit dhe rrezikun e sulmeve në zemër. Por studimi i ri sugjeroi se ky produkt luan një rol mbrojtës për shëndetin kardiovaskular. Por si është ndikimi i djathit në shëndetin e zemrës? Të gjitha studimet analizuara mbi këtë çështje përfshin të dhënat e gati 200.000 personave. Ushqyerja e tyre u monitoruar nga shkencëtarët për më shumë se 10 vite. Të dhënat tregojnë se njerëzit që konsumojnë djath rregullisht ishin 18% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata ishin 14% më pak të rrezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të rrezikuar nga ishemia. Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlera dhe një burim i mirë i proteinës, kalciumit, vitaminave dhe mineraleve. Krahas shëndetit të zemrës, konsumi i djathit ndihmon edhe në forcimin e kockave dhe ul rrezikun e osteoporozës. Efektet e djathit janë të dobishme edhe për hipertensionin dhe shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi kontribon në mbajtjen e dhëmbëve të fortë dhe të shëndetshëm. Djathi përmban sasi të mëdha të vitaminave dhe kolinës. Në përbërje të tij ka gjithashtu vitamina të grupit E, vitamina K, riboflavin, vitamin B6, folat, B12, acid pantotenik dhe betain. Përfshirja e djathit natyral në dietën tuaj do t'jap rezultate fantastike edhe në një sër procesesh të organizmit. Kur bëhet fjala për djathin, njerëzit shpesh thonë se e pëlqejnë aq shumë sa nuk mund të rrinë pa e konsumuar atë. Megjithatë, disa shqetësohen se mund të shkaktojë probleme të zemrës ose shtim të padëshiruar në peshë. Ka shumë mundësi që zgjedhjen ta bëni të kujdesshme kur shtoni djathin në dietën tuaj. Djathi është një burim shumë i mirë i lëndëve ushqyese. Ai është një burim i mirë i kalciumit, yndyrnave dhe proteinave. Gjithashtu përmban sasi të larta të vitaminës A dhe B12, së bashku me zinkun, fosforin dhe riboflavinën. Mund të mbrojë dhëmbët nga kavitetet, sipas të dhënave mbështet edhe organizmin tuaj. Djathi është një burim i acidit linolik të konjuguar. Djathi me yndyrë të lartë përmban sasi të vogla të acidit linolik dhe gjithashtu, djathi mund të jetë i mirë edhe për shëndetin e zemrës. Sipas ullëtimeve, përfshirja e djathit të përgatitur vetë në shtëpi mund t'jap rezultate të mira edhe për organizmin tuaj. Djathi është një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Një prej tyre është edhe djathi i dhisë. Djathi i dhisë është një nga djathrat më të shëndetshëm që shijohet në të gjithë botën. Ka një strukturë kremoze, shije të butë dhe përmban sasi të mirë të lëndëve ushqyese. Ai ofron yndyrna të shëndetshme, proteina me cilësi të lartë dhe të ulët dhe gjithashtu edhe ofrues të mirë të organizmit. Djathi i dhisë, i njohur gjithashtu si çevre, bëhet nga qumshti i dhisë. Ai vjen në një larmi aromash nga djathi i freskët i butë dhe i përpunuar deri te djathi i kripur dhe i thërmuar. Të gjitha llojet e djathit të dhisë janë të ngarkuara me lëndë ushqyese thelbësore si yndyrna të shëndetshme, proteina, vitamina dhe minerale si vitamina A, vitamina B2, kalciumi, magnezi, fosfori, kaliumi, bakri, zinku dhe seleni. Djathi i dhisë konsiderohet një alternativë mirë për djathrat e lopës, të cilat bëhen nga qumshti i lopës sepse përmban proteina me cilësi të lartë që treten lehtë dhe pak laktozë dhe nuk shkakton alergji. Djathi i dhisë ofron një sër përfitimesh për shëndetin. Disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas Healthline. Ndihmon në uljen e kolesterolit. Djathi i dhisë është i pasur me acide yndyrore të pangopura që përmirëson shëndetin kardiovaskular dhe inflamator. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrients zbuloi se njerëzit që janë mbi peshë me një rrezik të sëmundjeve kardiovaskulare që konsumojnë çdo ditë 60 gram djath dhije për 12 javë
rritën në mënyrë të konsiderueshme kolesterolin HDL të mirë. Djathi ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ndërsa djathi i dhisë është bërë nga qumshti i dhisë, konsumi i tij mund të ndihmojë në humbjen e peshës sepse është i pasur me acide yndyrore dhe acide të ndryshme trece, që treten shpejt dhe sigurojnë burime të menjëhershme të energjisë. Një studim i vitit 2017 raportoi se njerëzit që konsumojnë një mëngjes të bazuar në qumësht dhije që përmban djathë dhije ulë ndjeshëm dëshirën për të ngrënë. Këto rezultojnë në uljen e urisë krahasuar me një mëngjes të bazuar në qumshtin e lopës. Një studim tjetër tregoi se djathi i dhisë ishte efektiv në zvogëlimin e peshës trupore, BMI dhe perimetrit të belit të njerëzit mbi peshë. Djathi gjithashtu është i mirë për shëndetin tuaj të kockave. Djathi i dhisë është një burim i mirë i mineraleve thelbësore të tilla si kalciumi, fosfori dhe bakri, të cilat kërkohen nga trupi për të ndërtuar kocka të forta dhe të shëndetshme. Kalciumi është një mineral i rëndësishëm që ndihmon në ndërtimin e kockave të shëndetshme dhe ulë riskun e osteoporozës. Fosfori është një tjetër mineral i rëndësishëm që punon me kalciumin në trupin tuaj për të mbajtur kockat më të shëndetshme dhe më të forta. Bakri është një mineral gjurmë thelbësor që mund të ofrojë edhe një mirëmbajtje më të mirë të nyjeve. Djathi i dhisë gjithashtu është një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të akneve. Djathi i dhisë përmban acid kaprik, që është treguar se posedon veti antiinflamatore dhe antibakteriale. Studimet mbi kafshët dhe studimet kanë provuar se djathi është shumë i efektshëm edhe kundër problemeve të akneve dhe problemeve të dukjes së lëkurës. Përfshirja e djathit në dietën tuaj do të jetë edhe një burim shumë i mirë i sistemit tretës. Vitet e fundit, djathi i dhisë është vlerësuar nga dietologët pikërisht për faktin se përmban pak yndyrë krahasuar me llojet e tjera. Gjithashtu djathi i dhisë pranohet dhe tolerohet nga organizmi i personave që janë alergjik ndaj laktozës. Në krahasim me qumshtin e pasterizuar, qumshti i dhisë përmban dyfishin e sasive të hekurit, ndërsa nëse krahasohet kalciumi dhe mineralet, qumshti i dhisë sigurisht që i kalon parametrat. Nëse keni probleme me tretjen, qumshti i dhisë është më i lehtë për sistemin tretës. Proteinat dhe yndyrnat që gjenden te qumshti i dhisë kanë një strukturë molekulare më të thjeshtë për të shpërbërë nga stomaku. Si përfundim, 100 gram djathë dhije ka vetëm 250 kalori, që e bën atë një zgjidhje të produkteve më të mira nëse ruani sasinë e ushqimeve që konsumoni. Djathi i dhisë është një minjerë e vërtetë e bakterieve të mira të njohura si probiotik. Djathi i dhisë kur është i freskët prodhohet nga mpiksja e qumshtit natyral pa shtesa të mullzës. Gjatë këtij procesi laktoza kthehet në acid laktik përmes fermentimit duke i dhënë produktit një strukturë që shpërbëhet lehtë nga organizmi. Shmangja e pasterizimit bën të mundur që paketa dhe vitaminat që gjenden te qumshti të ruhen duke prodhuar djathin. Bakteriet e mira që gjenden te qumshti i dhisë ndihmojnë në funksionet e sistemit tretës. Në market gjenden dhe lloje dhe prodhime të ndryshme të qumshtit të pasterizuar ose dhe me shtesa të mullzës. Në këto raste, përqindja e vitaminave dhe proteinave është më e ulët në krahasim me produktet e djathit të prodhuara nga qumshti natyral. Djathi është një burim shumë i mirë i lëndëve ushqyese. Këshillohet të tregoni kujdes kur blini djath, pasi mund të sigurohet që ai është prodhuar me qumësht dhije dhe jo duke përzier lloje të tjera të qumshave. Diçka e tillë do të vlejë edhe për benefitet që djathi do të ofrojë në organizmin tuaj. Sa më natyral të jetë djathi, aq më shumë përfitime do të marrë organizmi juaj. Ndaj sigurohuni ta konsumoni atë në mënyrën e duhur, gjithashtu edhe për të mos shkaktuar probleme në organizëm. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht zgjedhjen e djathit cilësor për të shtuar në dietën tuaj. 40 deri në 60 gram në ditë janë më së të mjaftueshme për të marrë këto vlera, citojnë në studimet e fundit. Më shumë konsumi i djathit, nëse tepërohet, mund të shkaktojë luhatje të organizmit dhe të nxjisë një sër efektesh negative për trupin tuaj. Prandaj e konsumoni me kujdes dhe gjithmonë brenda normës së lejuar. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.